Gjiro Klasika, dhe skalan e Gjirokastës me 5 net muzike klasike dhe talent. Në qytetin e Gjirokastës u mbajt për 5 net me radhë Festivalin Ndërkombëtar i Muzikës Klasike Gjiro Klasika. Një ngjarje që solli tingujt e muzikës klasike në zemër të qytetit të Kurt. Artistë të rinj vendas të tuaj performuan në skenat unike të kalas historike dhe godinave muzeale, duke e shëndruar Gjirokastën në një qendër të gjallë arti dhe frymëzimi. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kombaro, e cilësoi festivalin si një udhtim muzikor magjepës në për kaldrëmët, historinë dhe shpirtin e Gjirokastës. Ai vlerësoi talentin dhe virtuozitetin e pjesëmarrësve, veçanërisht të rinjve që morën pjesë në konkursin Tem. Pastaj premtojnë vazhdimsinë e kësaj tradite. Këtë vit festivali kushtoi një vëmendje të veçantë brezit të ri të artistëve shqiptar dhe tuaj, duke i dhënë atyre një hapësirë të vlefshme për të shpalosur talentin. Mbrëmja përmbyllëse e festivalit do mbahet me një koncert të veçantë të korit të fëmijëve Okarina nga Kosova në kanalin e Gjirokastës. Gjiro Klasika vjen si dëshmi e rëndësisë që aktivitetet artistike dhe kulturore po fitojnë në Gjirokastër, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke tërhequr gjithnjë e më shumë vizitor vendas e tuaj.